Faruk Mujka, kryeshef i ndërmarrjes publike i Bërlepenci dhe Hysen Muzliukaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për Administratë Publike, janë deklaruar të pafajshëm të hënën para gjykatës themelore në Prishtinë lidhur me akuzat për korrupsion. Prokuroria speciale pretendon se ata i shkaktuan dëm shtetit mbi 100.000 euro me këmbimin e një prone në kohën kur Mujka ishte nënkryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut e Muzliukaj drejtori i geodezisë. Megjithatë, ata nuk i pranuan akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Cili është qëndrimi juaj për këto vepra penale? Cili është qëndrimi juaj rreth akuzës? Dyta akuzuarit, sipas prokurorisë, kanë çuar në kuvend komunal propozimin për këmbim të pronës, e që nuk ishte e komunës, por e Agjencisë së Kosovës për privatizim, duke dëmtuar kështu buxhetin publik. I kanë paraqitur kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, konkretisht pjesën e njësisë kadastrale lokalit Afares, me rast të pandemit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm AKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jashtë 125.100 euro. Prokuroria speciale Iliriana Çollaku Tafa, tek lexoi akt akuzën, tregoi se kryeshefi aktuali i Bërlepencit akuzohet edhe për mosdeklarim të pasurisë. Nga një datë e pavërtetuar deri më datë 15/7/2023, në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. Shumë kjo e gjetur dhe sekuestruar gjatë zbatimit të urdhërkontrollit të gjykatës në shtëpinë e tij në Mitrovicë. Të akuzuarit kanë 30 ditë kohë për ankesë ndaj aktakuzës dhe provave. Mujka është ish kryetari i Degës së Lëvizjes Vetëvendosje në Mitrovicë, kurse Muzliukaj garoi për asamblesë më 2021 si pjesë e listës së kësaj partie.